Një rrjet i mirëfillt prostitucioni është goditur këtë të premte nga policia e Tiranës, pas disa muajve hetime blut e kryeqytetit arritën në finalizimin e operacionit, ku u lëshuan në total 11 masa arresti me urdhër të prokurorisë. 8 masa janë ekzekutuar nga policia, konkretisht 6 masa arrest me burg dhe 2 arrest shtëpie, ndërkohë në kërkim vijojnë të jenë 3 persona. E përfshirë në këtë skem prostitucioni ishte edhe oficerja policisë Anisa Braja. Kjo e fundit me detyrë në komisariatin numër 4, gjente klientë të ndryshëm dhe i dërgonte me pas tek vajzat e reja që vinin nga Kolumbia në Shqipëri për të punuar si prostituta. Në total janë në ndjekje penale 44 kolumbiane të dyshuara si të përfshira në këtë skem. Në mesin e personave në kërkim është dhe një 47 vjeçare nga Kolumbia, e cila drejtonte aktivitetin nga vendi i saj origjinës. Sipas policisë, ajo së bashku me 2 persona të tjerë në Shqipëri, njëra prej tyre punonjësja e policisë, siguronin akomodimin e vajzave që shfrytëzoheshin për prostitucion. Në Shqipëri, kolumbiania kishte një taksist që merrej me vajzat si tutor. Ky i fundit i dërgonte shumat e parave ose kriptomonedat përmes agjensive të ndryshme në Kolumbi. Në Tiranë, vajza që vinin nga Amerika Latine priteshin në Rinas dhe akomodoheshin kryesisht nëpër Airbnb. Çmimet që paguheshin nga klientët ishin relativisht të larta nga 200 deri në 250 euro.